në atë kohë vetmi që e kundërshtoi këtë ka qenë Albin Kurti, që mos e krijoni. Do të dëni vetë. Ja u tha këtë. Unë kam 100 rezerva tjera më pas, por udhëheqja e UÇK-s, normalisht ish udhëheqja e UÇK-s, tashmë ishin gjithë shtetarë. Po, ish udhëheqës. Dhe Mërkuri Hashim tha që kanë luftuar shumë për ngritjen e kësaj gjykate me konsulencë ndërkombëtare. Dhe në atë kohë u arrit, unë kam gjek situata shumë edhe në atë kohë. Ashtu dhe u arrit, synimi këmbgulja amerikane më saktë. Ishte që ju du ta ngreni se s'bën se është më mirë të ngrihet nga institucionet e Kosovës, sepse të ngrihet me rezolut Këshillit të Sigurimit. Sepse kishte rrezik të ngrihet me rezolut Këshillit të Sigurimit. Çfarë do thoshte kjo? Kjo atëherë do ishte pak a shumë si këto gjykatat e Nurembergu, si këto gjykatat e tjera që ndërkombëtare me status, si gjykata penale për krimin në Jugosllavi. Po? Që është që posaçërisht. Po, për gjykatat e posaçme. Dhe ajo do jetë ishte më keqe? Shumë më keqe. Po pse më keqe? Ajo do dënonte ata agresorin, jo viktimën. Shqiptarët u mashtruan. Udhëheqja u mashtrua. Ishte udhëheqja UÇK-s u mashtrua. Duke patur besim të madh edhe tek amerikanët, po edhe besim të madh tek faktori ndërkombëtar, dhe synimi në fillim ishte që kjo gjykatë do të ishte e paanshme. Por në momentin që u krijua me ligj, pra dhe filloi vrimtarin, këtu fillon gjithë problemi.